vit pas vitin çdo përvjetor, për çdo 10 qershor, ky log ku jemi mbledhur sot bashk, na ka bashkuar për ta përkujtuar lidhjen dhe për të rigjallëruar nëpërmjet trashëgimisë së saj. Ne nuk e kemi ndryshuar kur thirrjen e kësaj ngjarje të përvitshme e cila thërret lidhja është gjallë. Organizata Lidhja Shqiptare me Selin Prizren është pika më kulmore e lëvizjes së rilindjes kombëtare shqiptare. Ajo është rilindja kombëtare në akt politik. Lidhja do të jepte zë mendimit politik të samifrashit dhe të pashkovasës. Dy emrat mirënjohur edhe brenda vetë sferës publike osmane. Për herë të parë në një interval disa shekullor historik, lidhja po themelonte një kahje tre atë të idesë së bashkimit në ide e përfaqësim e përpjekje të shqiptarëve. Ajo po bashkonte rreth një projekti të vetëm politik kombëtar përtej dallimeve fetare, krahinore e fisnore, numrin maksimal të shqiptarëve në të 4 vilajetet e banuara me shumicë shqiptare. Le të mendojmë sa herë që përmendim lidhjen edhe rilindjen. Këtë lëvizje të madhe të mendimit dhe gjuhës të përbër nga njerëz të një dije të lartë të shquar, të vendosur më shumë se kur përpara një të shkuare të pashtjelluar kombëtare dhe një horizontit të ndërlikuar ndërkombëtar. Andaj i shkon një nderim monumental të tërë atyre njerëzve që e ideuan lidhjen dhe që themeluan atë në qytetin e bukur të Prizrenit. Ju faleminderit të gjithëve bashkë.